Shëm që është ofrimi një subjekti tjetër me cilin do të bënit marrëveshje. Po ashtu ju tha që LDK-ja ose zyrtarët e saj pas kanë dhënë sinjale që janë të gatshëm për një marrëveshje, po në anën tjetër sinjale më të qarta ka dhënë Nisma se është e gatshme për një marrëveshje, por nuk kemi pa deri me tani që ju keni shpreh gatishmërinë. Spekulohet, nuk di nëse është e vërtet, ju mund të na e konfirmoni këtë ose jo, që zotri Limaj ka kërkuar pozitën e kryeparlamentarit dhe pyetja është pse pra nuk po bëni një marrëveshje me Nismën dhe pse qenë ka kaq e rëndësishme pozita e parlamentarit që nuk mund ta ushtroj zotri Limaj dhe me patjetër atë pozitë duhet ta ushtroj zonja Haxhiu. Po, zonja Kryeziu, po shkurtimisht, urdhëron. Së pari, nuk është aq e rëndësishme fakti kush do ta ushtroj sigurisht pozitën e kryeparlamentarit, por është shumë e rëndësishme që kjo pozitë ushtrohet prej një përfaqësuesi lëvizjes vetëvendosje, sepse është drejt e plotë dhe ekskluzive jona si parti fituese për të propozuar kandidatin. Okej, atëherë pse deri tani 15 herë të shabulinën? Po që pyetja atëherë pse proni që jemi me lidhje të vale shumë problem se po me ç'është lidhje direkte po, ta dëgjojmë urdhëro. Po, vetëm përgjigjet më të shkurta zonja Kryeziu që të ndryjnë edhe, po urdhëro. Është e drejtë ekskluzive lëvizjes vetëvendosje të propozoj kandidatin, ne kemi bërë një gjë të tillë dhe sigurisht që nuk mund të funksionojmë në bazë të asaj se i pëlqen apo jo PDK-s, LDK-s se të kërkojmë na japin ato propozime për kë ne duam që të kandidojmë për kryetar të kuvendit, ne konsiderojmë që zonja Haxhiu është personi adekuat, prandaj tash 15 seanca radhas kemi vazhduar me zonin Haxhiu dhe do të vazhdojmë dhe edhe më tutje të jetë kandidate e jonja, sepse është drejt e jonja ta propozojmë dhe këtu besoj që nuk ka ndonjë çështje për diskutuar më tej pavarësisht faktit që është bërë temë diskutimi. Sa i përket çështjes sa i përket çështjes apo jo të vetëvendosjes për të komunikuar me partitë e tjera politike, kryeministri Kurti ka dërguar një ftesë ende pa filluar konstituimi i kuvendit për gjitha partitë politike në cilën ka marrë pjesë zotri Limaj, aty ka pas një takim në mes të kryeministrit dhe zotri Limaj, por nuk ka pasur takime të tjera, ndërkohë që po ashtu kemi pasur edhe një ftesë tjetër për konsultime brenda ndërtetës së kuvendit, në cilën ka marrë pjesë vetëm zotri Mendi Krasniqi, pra ka qenë ftesë për LDK-n dhe PDK-n, dhe arsyeja pse kemi ftuar këto dy parti politike ka qenë sepse këto dy parti politike përfaqësohen me nënkryetar në kryesinë e kuvendit dhe kemi menduar që ndoshta mund të diskutojmë se si të ecim përpara dhe të gjejmë një zgjidhje për të votuar kryetarin dhe nënkryetarin dhe ta ecim tutje si proces në pako, sepse të dyja këto procese janë shumë të rëndësishme që të ketë një dakordim brenda partive politike, ndërkohë bllokohen prapë, nëse jo e para e dyta. Ndërkohë që s'kemi ftuar partitë e tjera politike sepse nuk kanë përfaqësim në kryesinë e kuvendit dhe si të tillë ne kemi ftuar që nuk kanë pse të marrin pjesë dhe sigurisht nuk i kemi ftuar për një marrëveshje politike sepse e kemi thënë, kemi ftuar, kemi bërë kërkesë LDK-s që të ulemi dhe të diskutojmë sepse jemi bazuar edhe në atë çfarë elektorati jon kërkon dhe çfarë elektorati jon mirëpret. Dhe unë po besoj që jemi gjithë vetëdijshëm që elektorati jon do ta mirëpriste një koalicion ndryshe me ndonjë parti tjetër